Dy kushërejta Anton dhe Niko Sina, 51 dhe 48 vjeç, janë arrestuar nga forcat operacionale në Dibër pas një periudhe të gjatë shehjeje. Ata ishin listuar mes 100 personave më të kërkuar nga autoritetet italiane dhe ishin dënuar në vitin 2006 nga gjykata e apelit të Napolit me nga 14 vjet e 11 muaj burgim për secilin. Ngjarja me cilën janë dënuar ndodhi në vitin 1999 kur Antoni dhe Niko Sina, pas një konflikti për ndarjen e fitimeve nga veprimtaria e palishme, vrajnë një shqiptar dhe plagosën një tjetër me mjete të forta. Arrestimi i dy ushtërive Sina, të cilët ishin fshehur në identitete të ndryshme në Shqipëri, u realizua fal koordinimit të ngushtë mes Interpol Tirana dhe policisë italiane. Pas arrestimit, autoritetet shqiptare dhe italiane kanë nisur procedurat për ekstradimin e tyre në Itali, ku do të përballen me dënim të mëtejshëm për krimet e kryera. Në të njëjtën kohë, ky arrestim pasoi një sër operacionesh ndërkombëtare të suksesshme për kapjen e individëve të kërkuar nga autoritetet italiane, duke demonstruar forcimin e bashkëpunimit mes agjensive të rënd të dy shteteve në luftën kundër krimit ndërkombëtar.